është një qasje puro populiste, një qasje manipulative, ku ai pretendon se është autoriteti moral që përfaqësoj ka interesat e popullit, e ne ka përfaqësojmë atë. Nëse dikush në Kosovë sot nuk përfaqëson interesat e popullit, është pikërisht Albin Kurti. Arben, pse refuzimi i opozitës kundrejt një presidenti, që po kërkoni një president jo politik, është kundër popullit, pikërisht refuzimi i Kurtit, cili ka marrë 15% përmes qeverisë, refuzimi i tina përmes gjetë një emër konsal me opozite nuk është kundër popullit. Pse vetëm i Juvi është kundër popullit, e i ti nuk është kundër popullit? Kjo tregon se sa serioze, sa të rëndësishme i sheh postet në shtetin e Kosovës. E ka zgjedh, përmendet edhe ju, e mbajti 9 vjet, 9 muaj e mbajti, për 9 muaj vendin e bllokuam për me zgjedh Albolena Haxhiun. Kryetarët kuvendit, për shkak se tha vetëm ajo mund të shërbej siç duhet në atë pozitë, dhe ta shumë le thot për hekja Albolenën, bëjnë në kryetar, ama ti mund një kryetar kuvendi, votam. Albolena sot ta vetë kam shpreh, tha dëshirë të largohem nga posti. Mund vjen keq që kryetarja e kuvendit, shtetit edhe ushtruesja detyrës së presidentit trajtohet në këtë mënyrë. Nga kush? E keni fjalën nga Zoti Kurti? Nga Zoti Kurti. Me zgjedh dikon para një muaji kryetare të kuvendit, edhe me thonë ashtë letë se e hekju në kur duvesh pranoni ju se e hekja ato e bëjnë në kryetare. Në më i ditë blokat, për shkak atje janë në fund po. Rëndësinë që ja jep pozitave të ndryshme në shtet. Albin Kurti dëshiron që vetëm ai të jetë personi i rëndësishëm në shtet. Për ta, kryetari i kuvendit, presidenti duken si pozicione periferike, cilat kanë ndonjë rol ndihmës ndaj kryeministrit, por asesi nuk ka vullnet me pranu hierarkinë shtetërore që rrjedh prej presidentit e të. Zoti Kurti lëshoj sot tingëlloj pak si ajatollah, lëshoj fetva, tha si duket tha refuzimi, tha kam qenë tha shumë tha bujar me opozitën, refuzimi tyne tha lem në kuptu që s'kam probleme mu, tha, po kam probleme poplin. Si e komentë këtë deklaratë? Pse mundet me qenë, pse refuzimi i opozitës për presidentin është problem për poplin? E refuzimi zotit Kurtit, që tash më e ka qeverinë dhe presidenti nuk lidhet kurrë me qeverinë, refuzimi i tina, mësë me që venin në zgjedhje, nuk ka qenë ka kundër popullit, e Juvi qenë ka kundër popullit. Kjo është një... Po du me nojnë si diferencë. Me folë, unë ashtë ta shprejva në këtë pjesë, po edhe në emision të one, se lo asë një politikan me folë jamën popullit, asu nuk marrë drejt me folë jamën popullit. Por këtë foli, përsa da është fetfa, ju referova si fetfa në aspekt në ironik, edhe ajtullah në aspekt në ironik. Kjo është i qasje puro populiste. Kusho populli? Kusho populli? E ka votu krejt populli Albin Kurtina? Jo. Se ka votu 51% e atyne që kanë dalë në zgjedhje, populli është ma shumë saqë. Që nuk mundet Albin Kurti me qenë përfaqësuesi i popullit, dhe ne ka e përfaqësojmë. Autoriteti moral, po. Ka e përfaqësojmë ne. Nësa e përfaqësoj ka popullin, edhe ne qenë kem kundër popullit, ka e përfaqësojmë. Kush në ka që neve në kuvend? Po dhe neve në ka që një popull. Që kjo qasja me folë në emër të popullit, është një qasje puro populiste, një qasje manipulative, ku ai pretendon se është autoriteti moral që përfaqësoj ka interesat e popullit, e ne ka përfaqësojmë atë. Nëse dikush në Kosovë sot nuk përfaqëson interesat e popullit, është pikërisht Albin Kurti. Është pikërisht ai njeri që qytetari që 2 herë po e qetë të parin zgjedhje, për mja përmirësu jetën, por që fituesi i zgjedhjeve nuk po e shpenzon asnjë ditë të mundu mja përmirësu jetën qytetarit, por po e shpenzon krejt atë besim, qysh me fuqizu vetën politikë. A i vjen kërkesë për dënim i votës? Absolutisht. është përbuzje e besimit të qytetarëve. Arben, pse refuzimi i opozitës kundrejt një presidenti, që po kërkoni një president jo politik, është kundër popullit, pikërisht refuzimi i Kurtit, cili ka marrë 15% përmes qeverisë, refuzimi i tina përmes gjetë një emër konsal me opozite nuk është kundër popullit. Pse vetëm i Juvi është kundër popullit, e i ti nuk është kundër popullit? Kjo është ajo që thash që është një qasje manipulative, populiste, ku ajmë paraqitet si përfaqësues i popullit, e neve tjerë po na leka si përfaqësues vetvetes. Kjo është puro populiste. Kjo është qasje mashtruese, manipulative. Nëse dikush, prapo e përsëris, nuk është duke përfaqësuar interesin e qytetarit, është Albin Kurti. Shqo, kur një qytetar niset me shku me votu, edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ai qytetar nuk e ka pas në mendje me dhonë votën Albin Kurtit, që Albin Kurti me zgjedh pastaj një president.
Jo, ka pas për qytetari, kur u nisën kutit votimit, dikush që ka pas mendje problemet sistemi shëndetësor, dikush në tregun e punës, dikush në arsim, njerëzit kanë priti zgjidhjet problemeve, përmirësim tjetës. Çka po bën Albin Kurti që 2 vjet, po e merr votën e qytetarit, në emër të përmirësimit kushteve tjetës së qytetarit, dhe pastaj po e lën anësh atë synim, atë kërkesë të qytetarëve, dhe atë vot po e shfrytëzon si instrument për me marrë ma shumë pushtet për veti. Sot qytetarit Kosovës nuk i intereson kush është president. Qytetarit Kosovës sot i intereson paga, i interesojnë çmimet, i interesojnë shërbimet kur shkon në spital, i intereson kualiteti i arsimit, i mësimdhënies, kushteve në përshkolla, këto janë ato që e prekupojnë qytetarët. Dhe çka është të bëjë sot Albin Kurti për këto preokupime qytetarëve? Pikërisht, fatkeqësisht po folim tash 2 vjet për problematika, deklarata politike, jo për stagnimin, suficitin, zgjendjen e rrallë ekonomike, zhvillimin ekonomik, investimet, mungesën e investimeve të huaja, për këto. Fatkeqësisht, kjo dinamike ka bëu me fol për deklarata politike, jo për problematika për çka e njëri dhe shumë tjerë. Djem që janë ekspertë në fuqat e juaj, keni vendosur mirë në politikë për me dhënë kontributën dhe ekspertizën e juaj. Som çfarë po anal të deklarata tjetër. Kurti sot paralajmëroi një farformë se kërcënoi ta që do të shkojmë tani në zgjedhje të njëpasnjëshme. Paralajmëroi. Kurti pa dhe pas këtyre zgjedhjeve paralajmëroi që kena me shku në zgjedhje të njëpasnjëshme